Juve çfarë po kërkoni? Ti iket të shtesa e portës si është vend hapet kanali. Betoni të shqipë. Betoni shtesë të iket me betoni. Ti iket betoni që është për portën. Ti iket porta falso. Me fjalë, arsyeja që ju po protestoni është bllokimi i urës? Po, bllokimi i kanalit. Ti është kanal kullus. Mos pastrimi i kanalit. E pra, është kanal kullus, nuk është kanal vati. Sa ku ka kanali që ndodhet në këtë situatë? Aktualisht nuk e di, po nuk ka. Kemi mbytur në gjatë. Uj ka ardhur, nuk kemi Nuk ka. Nuk e di. Unë bëtë një shatë, vajtë mua në komë, nuk nga përgjigjen njëri, vajtë ta, di e prapë. Tani, arsyeja që pjesa e qarkullimit të ujit apo pjesa e urës është bllokuar, për çfarë arsye është bllokuar? Për arsye interesi. Na shpjegoj, thash, hajde na shpjegoj dhe ne ikëm shtëpi. Pse e ke mbyllur? E çat mirë solli kjo ura që e mbyllet. Juve vetë si banor të zonës, çfarë problematikash ju ka shkaktuar? Po përmbytemi. Sera, toka, shtëpi, tek çifriku. 10 milion lekë. Çifriku është mbytur këtej. Kemi hedhur lekë, kemi shpenzuar. Ta petura ndërduar. Ne duam që të hiqet betoni shtesë që është të derdhi ujë. Po përfaqësues të bashkisë çfarë ju kanë thënë? Nuk vinë. Kemi urdhë nga lart. Urdhë nga lart. Kush e dha ka urdhë nga lart? Kush është ky urdhë nga lart? Urdhë nga lart. Ujës nga Ministria e Bujqësisë. Herën e parë vaku kanar, kemi thënë kemi urdhë nga Ministria. E kanë mbyllur me forcë. Me forcë. Me polici me shtetë. Herën e dytë prapë kemi urdhë nga lart. Vjen ti tani ty të thotë kemi urdhën. Tani këto janë ndëra fjalë. Njëra kalojnë këtej njëra ndër. Ti përgjigjen ku të hapin urën. Siç ka qenë ura, nuk po i kërkon ndihmë njeriu. Nuk kemi nevojë ndihmë këta pera, këta pera. Nuk duam ndihmë valla. Duam na hap zhurën. E ti ki ujin, s'po kërkon njeri ndihmë. Mos na bokor. Ter bota i hap kanalin taj mbyll. Po s'ka sens kjo. Ky është kanal kulluse ka bërë në Roxha vetë. Ka qenë kmet kjo zonë, vërtet. Ky kanal e ka farë, është kastile për të farë ujin, për të hequr ujin. Ta vinë bllokojnë. Për interes njërit apo tjetrit. Juve vetë jeni prekur nga... Po jam i prekur, me është vitur shtria, me është vitur sera. Atje punojnë si familje, ku do t'i qekë kalamaj? Ja me 2 fëmijë, të gjithë këto problematika kanë lindur pasi blokimit. Të këtij blokimi neve jemi në këtë gjendje që jemi sot. I tërë fshati. Jo, ne po arsat e fshat, 2 fshatra që mbytën për këtë bllokim këtu. Për këtë bllokim që është bërë thuja. Pak a shumë sa familje preken nga përmbytja. Fshati çiftlike dhe arës. Fshati, jo familje, se familja është shumë pak. Fshati, llogaritë e fshati. Fshati komplet, ja ta hap map ta shkoj. Jo familje, fshati i tërë. Zoti unë për vete 17 vjetë që të dalin lumi në ardë begës edhe të shpite mija në arës nuk bëm vakimje. Mbytë të sharë dhe poshtë edhe kozarja, unë nuk mbytja. Shikoj e migu, sikur bëngë të pritat e lumit, tërë kjo pjesë ku, beri një këtu bashkia, beri dhe një në arës, e blokuan lumin e ka quar 20 metro. Ku do veja i ujë? Unë jam me 4 dëbim serë, vlaj me 4. Quni imi u kësyë nga Italia, po djek letrat për të punuar këtu. Tani përfundoj çdo gjë. Po mirë, ju kanë dhënë ndonjë arsye? Nuk kanë ardhur fare. Nuk vi fare, nuk kanë ardhur. Thonë regjistrimin. Erdhën një Po për të bllokuar kanalin kush ka ardhur? Megi ka dhënë. Na kanë prur një skrep të shoqëruar me një farasani, edhe ai ku do e hap, ku do e mbyll. E fukon nga policisë ke këtu? U bera lafe çfarë? Që na fusin brenda. Nesër thash nuk vetë të bashkia. Mbyllja e kanalit kujt i shërben? Ne na byt të bashkia më tepër. To pritat që ka bërë. Për interes të tjerëve. E ngushtoi lumin e ka çuar 40 metra aty. Ku do ikin ai ujë? E në verje ka bërë me 4 kem urën atje, la me 2 kem kjo. I zuri, ku do me ky ujë? Në rast mos gjetjes së gjuhës me bashkinë e Dimalit. Ne punë në i gazetar që të vinë qandej. Duam njeri të vinë. Sot është beshtuar. Nesër është dy, nuk jetë do të bashkiu. Pas nesër më keqim gjithë aty. Ose ata ose unë. Unë ku do vete?